Rasulullah alayhi salam ijtanibu sab'a mubikat, largonu pe 7 gjinaheve shkatruese, 7 gjinaheve të mëdha që shkatrojnë, gjinahe që shkatrojnë, 7 largo pe tyne. Nëse monesh me njëherë tash largo pe tyne, e nëse s'monesh me njëherë ato, Allahu ta mundsof sa më shpejt. Thot Allahu, thot Muhamedi alayhi salam, i pare pe tyne gjinaheve mëdha e shirku billah, me i bo shok Allahut azza wa jall, do me thonë me adhurue, me fal, me i bo sejdë dikojna përveç Allahut. Kjo është e para. Nëse dikan, nëse ti Allah na lut, ose dikush për njerëzve që e njeh ti, lutet e lut dikan tjetër përveç Allahut, një evlia, një shkon sillet e një teqe, largohe, nëse monesh, atëre thuj largohu sa më shpejt për kësajnë edhe mos e lut kur kanë përveç Allahun azza wa jall. E shirku billah, wa sihru, edhe sihri, largohu, mos u merr me ta, as mos i beso, Allah na rujt, as mos e bakor, as mos shko kur, as mos u merr me sihr. Sihri është pe gjinave të mëdha, kështu ku ka vendos Rasuli alayhi salam. Më njëherë mas kujna, mas shirkit në Allahun azza wa jall. E shirku billah, wa sihru, wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Edhe me vrani njeri të cilin e ka ndalua Allahu azza wa jall vrasin e tina, illa bil haqq, vetëm me hak. Do të thonë, nuk lejohet me vran njeri, nuk ban me vran njeri, vetëm me hak. Në bazë nuk lejohet me vran njeri musliman. Nuk lejohet me vran njeri. Shqiptarët, sidomos shqiptarët kanë qef me vet, qysh as mu hakmar nuk ban. As mu hakmar ti personalisht nuk ban musliman. Nuk ban, nuk dohet me vran. Nuk do të me vran njerin. Me vran njerin është sikur me shkatru botën. Sidomos nëse e vrat pa hak. Sidomos nëse e vrat pa pik hakë. Do më thënë, wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Nga të shti. Kjo që kanë më knash musliman të fol edhe të thanë, ama elhamdulillah rabbil alamin ka bo Allahu pe atyne që nuk ja ubnoj veshin hiq. Nëse doni me marrë këshillën, merr me këshillën pe meje. Nëse doni me filozofu edhe ma nuk lona me filozofinë të kërkojna, unë kam me thanë ata që ma ka mësua Allahu azza wa jall pe dinit. Thot Muhamedi alayhi salam, aklu riba, me hangër kamatën, nëse e jep ose e merr është pe gjinaheve të mëdha. Këtë pyetje që i kitit është këto 100, cilin kryet të tonë amane po të kalzoj, që kamata është një pe gjinave që e ka ranis Rasuli alayhi salam, gjinave të mëdha. Aklu riba, aklu mal yatim, me hangër pasurinë e jetimit. Me hangër pasurinë e jetimit, do me thonë me hin hak jetimit pa drejt, kjo është pe gjinave të mëdha. Tawalli yawm zakhf, me ik pe betejës, kur janë musliman të liftu, edhe jenë radhat e muslimanve. Mi ja u kthy shpinën muslimanve, është pe gjinave të mëdha. Nashta unë edhe ti jem karika, edhe na do këtë punë e vogël. Mirë po, pregatit e vetën që edhe Allahu mos na sprovoft kur, po pregatit e vetën që nëse sprovon Allahu, banë njetë kur mos me u kthy shpinën muslimanve. Mos më thuj se u kthy shpinën. Ti edhe une shpesh ja u këna kthy shpinën muslimanve në namaz. Do më thonë muslimanët ju në kanë saf namazit me u këna kthy shpinën. Muslimanët ju në kanë të na fal namazin e të afërme tonë ne u kthy shpinën. Muslimanët ju në kanë të dhanë sadaka ne u këna kthy shpinën. E s'pja u kthej shpinën, nuk pja u kthejmë shpinën në saf të luftës. Kështu që mos e gut, ba sabër me vete, edhe pregadit e vetën, nashta Allahu azza wa jall na nimon me kanë prej muslimanëve të mirë. Wa qadhful muhsanati al mu'minati al ghafilat. Edhe e fundit me fol keq por muslimanët, sidomos në moralin e tyne. Do me thanë, me ngjit fjalë muslimanëve të cilat janë gafil, nuk janë të pakujdesshme, nuk e presin që ka mundësi dikush më alçu në kësi fitne. Është muslimane ndershme, është nane jone, është motër jone ndershme, edhe të elshani fjalë për ta, sidomos nëse ka të bajë me moralin e sajna, atër dije që e ke banja pe gjinave të mëdha. Kështu që kujdesëm musliman, kujdesëm me gjuhën tane, kujdesëm me veprimet e tua, por shkak se dunjaja është jashtëzakonisht e shkurt, edhe dita e ahiretit, dita e gjykimit është jashtëzakonisht afër. Kështu që kujdes maje vetën, por shkak se nëse e lëshon veten, kena me deviju të edhe une. Elusëm Allahun azza wa jall na bëj atyne që nuk i komentojmë shumë
ajetet e Allahut Azza wa Jalla dhe ato që ka thënë Rasuli alayhi salam po e bajmë. Mos u merr me filozofina edhe me hi, edhe me këshyr, pse edhe a ban, edhe apo bajka, edhe a duhet, e lusëm Allahun Azza wa Jalla na bëj muslimanë të mirë.